E dini që me nismën e deputetit Partisë Demokratike të Kosovës, pra zotit Ramiz Ladrovci, mbi 80 deputet të Kuvendit Republikës Kosovës e kanë nënshkruar një kërkesë në të cilën thuhet se Kuvendi duhet ta debatoj rastin Kiqina, pra ky rast gjyqësor i cili është përfolur shumë në Kosovë. Sipas gjitha analizave, rasti Kiqina njihet si një ndër padrejtësitë më të mëdha në gjyqësinë e Kosovës pas luftës. Pra si rrallë në raste tjera, iniciativa e zotit Ladrovci mori për krajën e shumicës së deputetëve të grupeve parlamentare. Gatishmëria e deputetëve për të diskutuar këtë rast ishte në nivelin më të lartë. Dhe kjo temë është shtyrë disa herë dhe është shtyrë edhe këtë herë. Pas mbledhjes së shkrimeve dhe caktimit debatit, deputeti Ladrovci ka kërkuar që debati të shtyhet pa dhënë ndonjë sqarim të qartë. Pra sqarimi i vetëm ishte se duhet konsultime shtesë, po nuk thuhej se me kë, për çka dhe kur. Kjo është në kundërshtim me vullnetin e deputetëve, të cilët tashmë e kanë shprehur këtë përmes nënshkrimeve. Nëse shtyrja është për arsye objektive, atëherë do të ishte mirë deputeti Ladrovci të ndajë ato edhe me neve. Mirë, po nëse shtyrja është bërë për shkak të presioneve të jashtme, atëherë kjo dëshmon se ka ndërhyrje, pra dëshmon edhe një ndërhyrje në punën legislative si organin më të lartë ligjvënës në Republikën e Kosovës. Lëvizja vendosje ka të qartë ndarjen në mes të pushteteve në parim. Pra ne besojmë që për funksionimin e mirëfillt të demokracisë dhe sistemit të kontrollit të bilancit, të fuqive pushtetet e legislativit, gjyqësorit dhe ekzekutivit duhet të jenë të ndarë. Por kjo fatkeqësisht nuk është rasti në Kosovë. Përveç që ka ndërhyrje të përditshme të ekzekutivit në punën e Kuvendit, gjë që u vërtetua edhe me publikimin e përgjimeve, edhe vijat e ndarjes mes gjyqësorit kanë filluar që të lakohen, pritën edhe të mos shihen më. Si mund ndryshe ta komentojnë një rast skandalos që ndodhi ditëve të fundit. I dënuari për krime Xhabir Zharku, ish kryetari i komunës nga Partia Demokratike e Kosovës për Kaçanik, disa herë i lavdruar, madje edhe i falenderuar nga kryeministri i Kosovës dhe një herë kryetari i PDK-s Hashim Thaçi për punën që ai e paska kryer në Kaçanik. Disa herë kishte tentuar të shmanget vuajtjes së dënimit duke kërkuar shtyerjen me arsyetime të cilat secila ishin më banale se tjetra. Gjyqësori këtë nuk e pranoi si shenjë se ky kriminal mund të aratiset. Edhe në rastin kur arsyetimi ishte se ai kishte një biznes dhe se tani ishte vlugu i punëve. Xhabir Zharku iku jo përmes maleve të Kaçanikut, por me pasaportë të rregullt përmes aeroportit. Pra as pasaporta nuk i ishte konfiskuar. Për t'ia dhënë vulën këtij skandali, qeveria i bën thirrje kriminalit që të vinë në burg. Thua se është vendim vullnetar i tij për të ardhur në burg. Rasti i Xhabir Zharkut dhe rasti Kiqina janë shembuj tipik se si drejtësia po lakohet, se intervenimi i pushtetit në drejtësi është i përhershëm dhe arbitrar, dhe kjo tani nuk reflektohet në parlament. Në qoftë se ne nuk guxojmë të diskutojmë rastin Kiqina sepse do të shihesim ndërhyrje në gjyqësor, së paku mund të diskutojmë këto ndërhyrje të ekzekutivit në drejtësi. Për këtë i kemi më shumë se 80 nënshkrime. E kur vullneti i parlamentit ekziston, do të ishte shumë mirë ta dimë se kush po ndërhyn për ta shmangur këtë diskutim. Faleminderit.